Në shtëpinë e Big Brother Kosova, lojrat, strategjitë dhe marrëdhëniet shpesh dominojnë çdo ditë, duke krijuar një rrjet intrigash, aleancash dhe konflikteve të vogla që ndjekësit e shohin me pasion. Por her pas here, realiteti shfaqet papritur në mënyrë të papritur dhe të fortë, duke i kujtuar të gjithë se pas kamerave, pas lojës dhe komentit publik, ekzistojnë ndjenja reale dhe njerëz që përjetojnë humbje dhe dhimbje. Një nga këto momente ka qenë rrëfimi i Limit për humbjen e një shoku të tij të ngushtë, Shpati, një djalë i ri që kishte ndëruar jetë dhe që kishte lënë një boshllëk të madh në jetën e tij. Limi u ul në një qoshe të dhomës, duke marrë frymë thellë, ndërsa banorët e tjerë u mblodhen përreth, duke ndier peshën e heshtjes që kishte mbërthyer ambientin. Ai filloi të flasë me një ton të ulët, të mbushur me dhimbje, ka ndëruar jetë një shok i imi. Ishte shumë i ri. Sa keq na vjen. Në ato momente, shtëpia që zakonisht është e mbushur me zëra, debate dhe lojë, u mbush me heshtje. Banorët nuk e dinin se si të reagonin menjëherë. Disa shprehen keqardhje të thjeshtë, disa u dukën të hutuar dhe disa kërkuan të dinin më shumë. A e njihim ne? Limi u kthye dhe tha me një seriozitet të thellë, duke i dhënë fjalëve peshën që meritonin, po, e njihni të gjithë ju që jeni këtu. Edhe unë e kam pasur shok. Ishte një djalë fantastik. Një nga ata njerëz që të lënë mbresa pa e kuptuar. Fjala fantastik nuk ishte thjesht një përshkrim i rastësishëm, ishte një reflektim i një marrëdhënieje të ndërtuar me kujdes dhe respekt, një kujtim i përbashkët që nuk mund të zëvendësohet nga lojrat dhe intrigat e përditshme. Në atë moment, çdo tension dhe çdo lojë strategjie dukeshin të parëndësishme. Banorët kuptuan se ishte një çast për ndjenja të vërteta, për reflektim dhe për pranimin e faktit se jeta jashtë shtëpisë vazhdon të ndikojë tek ne, pavarësisht se ndodhemi në një ambient të mbyllur dhe të rrethuar nga kamera. Labinoti, që qëndronte pranë, dëgjoi me vëmendje. Ai nuk bëri as shaka, as koment strategjik, qëndroi i heshtur dhe i respektueshëm, duke treguar një dimension tjetër të vetes që pak banorë shpesh shohin, aftësinë për të ndier dhimbjen e dikujt tjetër pa e minimizuar. Ai u përgjigj me një ton të qetë, e di çfarë do të thotë të humbasësh dikë që të ka lënë gjurmë në jetën tënde. Nuk kaloi që ta zëvendësoj atë. Këto fjalë i dhanë banorëve një mundësi për të ndier një solidaritet të vërtetë, një lidhje që nuk ka të bëjë me strategji apo pozicionim në shtëpi, por me një kuptim më të gjerë njerëzor. Disa filluan të ndajnë kujtimet të tyre personale, duke treguar se edhe ata kishin përjetuar humbje dhe dhimbje të ngjashme jashtë shtëpisë. Ky moment i përbashkët e bëri atmosferën të ngrohtë, edhe pse e hidhur, duke krijuar një ndjenjë bashkësie që shpesh mungon në botën e Big Brotherit. Humbja e Shpatit gjithashtu nxori në pa diçka që shpesh harrohet nga publiku. Secili banor ka një bagazh emocional të pasur. Limit, për shembull, nuk ishte thjesht një lojtar strategjik, ai ishte një njeri që kishte ndjenja të thella për shokët e tij jashtë kamerave. Shpati nuk ishte vetëm një shok, por një pjesë e jetës së tij që mbante kujtime, gëzim dhe momente të paharrueshme. Për publikun, ky rrëfim ishte një mundësi për të parë se pas çdo veprimi dhe debate strategjike, ka histori personale që formojnë dhe fuqizojnë banorët. Në këtë kontekst, humbja e Shpatit bëri që edhe dinamikat e tjera brenda shtëpisë të dukeshin ndryshe. Lidhja mes Limit dhe Labinotit u bë më e thellë, jo për lojë strategjie, por për respekt dhe empati. Aleancat dhe puthjet e mëparshme, zënkat dhe konkurenca morën një dimension tjetër kur u pa se ndjenjat njerëzore nuk mund të injorohen. Çdo banor filloi të reflektonte mbi rëndësinë e marrëdhënieve të vërteta. Për momentin, lojrat dhe intrigat u zbehen dhe dhoma u mbush me një heshtje të thellë, një heshtje që foli më shumë se çdo debat apo përpjekje për manipulim. Kjo tregon se Big Brother Kosova nuk është thjesht një reality show për strategji dhe fitore, por edhe një laborator ku ndjenja njerëzore shfaqen pa filtra, ku humbjet dhe misit bëjnë efekt të thellë tek secili pjesëmarrës. Në përfundim, rrëfimi i Limit për Shpatin nuk ishte thjesht një moment i trisht, ishte një mësim mbi jetën, humbjen dhe rëndësinë e misive të vërteta. Ai tregoi se edhe në një shtëpi të mbushur me kamera, lojë dhe intrigë, ndjenja e vërtetë nuk mund të fshihet. Humbja e Shpatit u shndërrua në një kujtesë universale. Asnjë strategji nuk mund të mbulojë dhimbjen dhe asnjë lojë nuk mund të zëvendësojë kujtimet dhe lidhjet që formohen në jetë. Ky moment do të mbahet mend nga të gjithë, jo për një fitore apo një konflikt, por për fuqinë e emocioneve të sinqerta që mund të prekin zemrën e secilit banor apo publik.
dhe ndërsa shtëpia vazhdon lojën e saj, secili banor ka një kujtim të ri për të mbajtur, një lidhje të re me njerëz që i kuptojnë dhe i mbështesin, një kujtesë që shpati, me jetën e tij të shkurtër, e la pasi një dhuratë të paharrueshme.